Mirë, duket se të paktën nga çfarë kemi parë dokumentet e akuzës e prokurorisë, pjesa dërmuese e dokumenteve të tyre janë marrë nga Ministria e Brendshme e Serbisë, madje ata me zë e kanë deklaruar se i kanë kërkuar edhe për sigurimin e dëshmitarëve. Në një tjetër dëshmi, në një tjetër dokument, kërkohet informacion edhe për inkriminimin e komandantit legjendar Antemi Ashari. Pra, duket se ka pikpyetje të mëdha për qëllimin e vërtet që kjo gjykat ka në këtë gjyq ndaj këtyre komandantëve të UÇK-s, ndërkohë që mungojnë për shembull të themi dokumente nga CIA apo MI6, shërbimi sekret britanik, qoftë edhe shërbimet sekrete të Europës, sepse nuk ma do mendja që ato nuk kanë qenë në terren dhe nuk kanë qenë të angazhuara duke parë atë çfarë ka ndodhur më herët në Kroaci, në Sloveni, në Bosnjë Hercegovinë. Kosova ishte e fundit në radhë. Po, ky është një prej atyre zhgënjeve më të mëdha të opinionit publik në Kosovë, që prokuroria pra është bazuar në një pjesë të madhe të punës së saj në këto dokumente të Serbisë. Është e qartë, pra, dhe natyrisht dihej që qëllimi i Serbisë është shfarosja e popullit shqiptar në Kosovë dhe çdo dokument i saj do të inkrimimonte pas një diskutim ushtërinë qlirimtare të Kosovës në krime të supozuara gjatë periudhës së viteve 98-99 dhe pas. Natyrisht që shumë prej dokumenteve të shteteve të mëdha si SBA-ja dhe Britania Madhe, Gjermania, tash që kanë kaluar 26 vjet, një pjesë e tyre edhe mund të deklasifikohet në ato që ishin pra top sekrete të asaj kohe, dhe tash pikërisht është koha e mbrojtjes se t'i përdor ato, pra sa herë që është e mundshme, edhe nëpërmjet dëshmitarëve që do t'i ftoj, pasi që pam pra që edhe zoti Rubin ju referohet dokumenteve zyrtare amerikane që i pëshin atë kohë, dhe do të ketë të tjerë amerikanë sidomos, por kam përshtypjen edhe pse mbrojtja nuk ka bërë të publike gjithë listën, pra do të ketë edhe nga Britania e Madhe që ka luajtur rol të rëndësishëm dëshmitar që do të dëshmojnë, dhe besoj do të referohen pra dhe dokumenteve të rëndësishme zyrtare të inteligjencës së shteteve të tyre për të dëshmuar këtë rol të rëndësishëm të UÇK-s si një forcë qlirimtare pra dhe në terren për të çliruar popullin vet me ndihmën e NATO-s. Pra, ajo çfarë mbrojtja do të provoj të tregojë është që UÇK është aleate e NATO-s dhe ato bashk, pra ideja e çlirimit është e përbashkët. Ideja e gjithçka çfarë ka ndodhur është e përbashkët. Ka pra njerëz që mendojnë këtu që në momentin që fajsohet UÇK-ja, i bie që fajsohet edhe NATO-ja për atë çfarë ka ndodhur, pasi që ndërmarrja e tyre ishte e përbashkët për përfundimin e luftës dhe çlirimin e Kosovës. U duk se për vite me radhë, në fakt, askush nuk po interesoj dhe nuk po merre me çfarë ndodhte në Hag. Kishte një heshtje totale nga qytetarët, nga politika, ndoshta edhe për shkak të faktit se pjesa e dy, po them, prej tyre kanë qenë edhe në role të larta politike, zoti Thaçi, president, kryeministër, ministër, Kadri Veseli, po ashtu. Ka një zgjim, një ndërgjegjësim sot më të madh me atë çfarë po ndodh në Hag? Po, absolutisht ka, absolutisht ke të drejtë Esmeralda që për disa vite nuk ka qenë fare temë Haga, as nuk janë transmetuar dëshmit, as nuk është folur për të, pra gjithë diskutimi. Mbeti Euronewsi vetmi që transmeton të gjithë kohën. Po ju jeni lajmin skatëror tani, ju duhet të kështu, çka do që ka live është e mirë për një televizionë skatëror, programet këtu kanë të tjera, por jo, ideja është që absolutisht nuk ishte vëmendje, ka natyrisht këtu një ekip të mbrojtjes që merret me këtë punë, është një organizim jo formal si Liria ka emër, ka pasur disa protesta të organizuara në Prishtinë që janë udhëhequr nga Partia Demokratike e Kosovës, me cilën udhëheqnin zotërin të Thaçi dhe Veseli, por somos kur ishin arrestuar Nasim Haradinaj dhe Hysni Gucati, ishin dërguar atje për pengim të drejtësisë, ishin dënuar, kishin një vëmendje më të madhe, dhe pastaj raportet që atje vërtet po ndodh një lloj keqtrajtimi ndaj burgosërve, somos tash që zoti Thaçi ka dëshmuar që njëri prej prokurorëve ka qenë edhe roje sigurimi. Atje ka një diskutim më të madh, ka pasur një protest këtu në Prishtinë, kishte edhe në Hag natyrisht, por
Ajo që vazhdon, heshtja shurdhuese le të themi, është nga krerët e shtetit, nga presidenti Vjosa Osmani dhe nga kryeministri në detyrë Albin Kurti, absolutisht asnjë fjalë as pas protestës së Renhagëve, as pas dëshmisë bujshme të zotit Rubin. Zoti Kurti është krejtësisht i angazhuar në fushatën zgjedhore, që prej ditës premte kur e ka hapur këtu në Prishtinë, shkon në qytete të ndryshme të Kosovës me kandidat të partisë së tij për të lobuar për të kërkuar votat. Presidenti Osmani fillimisht javën e kaluar, siç e kemi parë, ka qenë zënë duke sulmuar mediat dhe gazetarët, kurse do të udhtoj këto ditë në New York, Esmeralda, për punimet e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, ku do të ketë takime me disa krerë shtetesh, dhe më pas në fakt një pjesë të madhe të kohës do ta kalojë duke u takuar me shqiptarët e Amerikës në New York, në Connecticut, në Pennsylvania, por nuk kanë thënë asnjë fjalë për këtë ngjarje kaq të madhe dhe kanë marrë natyrisht akuzat të opozitës, sidomos të PDK-s, që nuk e bëjnë për shkak të kundërshtimeve politike që i kanë pasur në të kaluarën, me zotin Thasi.